Kështu është të nëmë, sepse nuk ka nevoj dhe i parëgjim një ekstra. Ndërsa të zekat mondial, e kemi qitë një shtatë kushtet. Kushtet të zekatit është të bejta e gjatë, se kemi në për një sunet për të sundet. Mirë, po, që ka më du me thonë me këto? Du me thonë me këto që Allah, për mes këtyre kushtet më dënë nga tremoneve që nuk është të sundet e mafas të janë do kushtet të besu, pastaj pasu një të me kalur një njerës, që një vjetë një se pas nevoj për ta, përveç nevoja elementare kemi që. Edhe pashti të një patë me këtu, ja u kalëdoj këshur e shtosh për më mirë. Kryetari Agim Aliu, kryetari më i mirë në Kosovë, që e ka bo këtu, sukur me konë Paris, Parizove. Kërë nën të ufë ka bon rrugë, nësë me bon kalura. Lena nashtë, të shetite, që shumë më mirë, edhe zote e rrujë kryetarin e komunës Agim Aliu të Ferizajt, me familje me krejtë edhe ushtarë, se njeri më të mirë në Kosovë shtiru me gjithë. Edhe namazin e të rejkës e falem këto, me këta dy nipat e me. Këtu një zote e rrujë kryetarin. Hade vëllë. Pas e falem namazin e drejkës, Xhamin Ferizaj e avun e përmendurja e hyra e minit, e cila ka qenë ushtare e ushtërishtrimtare të Kosovës, edhe është e vrarë nga forcat sërbe. Ku kjo ka ro edhe ushtërishtrimtare të Kosovës ne jetojnë të ligës dhe janë ne. Shumë që jetojnë popullit të ligës. Mirë, po fatkeqësisht pak jemi njës ndaj Zotit mas pari edhe ndaj ushtërishtrimtarë të Kosovës, që në kanë sjellë lirinë. Allah e pasfal shlehet shpirtin e hyra e minit dhe gjithë muslimanët. Në të sjellë i Zotit me falë namazin e drejkës me dy nipat e dy bilbila, Jasinin edhe Jonir Ismail. Edhe dhe të përmendurja hyra e minit, inshallah dëshmorët e Zotit kjo, dhe gjithë ata që kanë thonë jetën për lirinë e popullit tonë për neve. Këtu përballë xhamis kemi flamurin që kjo që e ka qitë komuna e Ferizajt, me kryetar Agim Aliu. Kryetari më i mirëfillt, më i pastër dhe më i drejtë në Kosovë. Edhe ka sill Zoti nipat e mi, po e mojnë këtu, po kjo është bazë se Zoti ka thonë për me jetu në atë lirë, po është shiru për okupatorit dhe u ka fut menën dje me vajza të kombit shqiptar, gjitha tërë shqiptare, edhe e kanë dalë përballë luftës në 1998-99 me okupatorin sërb. Edhe sot po jetojmë të lirë këtu, dy nipat e me flanuar të që kësë këtu. Këtu është kisha edhe është xhamia. Kjo është një padrejtësi Jugoslaveve e me parme, po tash e ka sjellë Zoti se fjalët e pleqve ka thonë se një huj nuk bëhet i yti. Kjo të ka qenë shqiptare, edhe xhamia është tu, tash emrin Mulla Veseli e ka, që vllavin e tij e kanë pushkatu sërb në Vojvodinën e Srem. Kisha ka me jetë këtu, po siç ka thonë komandant Guri, kisha e shqiptarëve se për sërb mos ka. Edhe tash ka me te kisha shqiptare me thonë. Harisi po në mungon, po më zë falëm drejkën këtu, Jasini jo një dhe po luj pa këtu. E në ditë kësmet ka me prua Harisin se e kam bilbël. Aleikum selam. Më zë falëm drejkën, po kanë qef me luj pa këtu. E kësmet ka me prua Harisin.
Hajt, hecë ashtu me dur. Ka po.